Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Po filloj me ligjëratën e 30 të shpjegimit të veprës Merak el Fellah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit. Allahu e mëshiroft. Kemi ngel akoma jemi te çështjet të cilat, veprimet të cilat urrehen gjatë faljes së namazit. Dhe kemi ardhur deri te wa tukrah as-salat fi thiyabi bidhlatin bi kasr al-ba wa sukun al-dha al-mu'jama thawbun la yusanu an ad-danasi mumtahin. Është mekruh pra që të falet namazi me rroba të punës, rroba të ndotura, jo me ndyrësirë. Jo me ndyrësirë që pengojnë namazin, po janë robet punës. Muratorët, këto mekanikët për shembull, që kanë robet gjithnjë, ato profesione, të cilat përlyhen me gjatë punës së tyre, ashtu është puna e tyre, thotë Imam Shrumbulali, këto është mekruh që të falen me ato robe nëse gjithnjë nuk ka ndyrësirë e cila është e ndaluar tekstualisht pra. Nëse është ndyrësirë atëherë pra kur është në pyetje falja me ato robe dhe mosfalja, nuk arsyetohet mosfalja. Nuk arsyetohet se unë nuk munda më falsja me robet punës. Nëse ka mundësi të lirohet prej tyre, të falë namazin, është mirë. Dhe është mekruh të falet. Nëse nuk ka mundësi të lirohet prej tyre, nuk është arsyetim për mos e falë namazin. Se thonë vallon ç'është falem, jo fale. Më mirë është falesh me mekruh, se sa të nxjerrish prej kohës vet ose të shtysh. Wa qila, thonë dietarët, ma la yudhhabu bihi ila al-kubara. Me atë rroba që s'n shkon të një pushtetar, policit kanë thirr, gjykatësat ka thirr, kryetari i komunës, kryetari i shtetit ka thirr. A më shkon ti me atë rroba që ashtu që shje? S'n shkon. Këtë morin si argument se ra Umar radiallahu anhu, rajulun fa'ala dhalike faqala, ka pasur Omeri një njeri të fal me atë rrobat e punës. Edhe i ka thonë, رأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ Me të çu të disa njerëz, te kryetari i komunës për shembull, ose në gjykat, me të çu diku. Ai shkon me këto rrobe thot ti atina? Me këto çështje ti? Ai tha, jo. Faqala la. Faqala Umar, Allahu e haqqun an tatazayyana lahu. Atëherë Allahu, se po lidhesh para Allahu xhaleshanu, ka më shumë prioritet që të zbukurohesh për hir të tij. Wa tukrahu as-salat wa huwa makshufur ra's. Urrehet mekruh është falja e namazit pa kësul, pa kapuç. Me kshuf e rres, me kokë të zbuluar. Dhe as kush, se dim të filozofojmë, ka një herë ne kur dojmë filozofojmë, po fiku edhe filozofia janë dy bota në veti. As kush nuk ka ether, transmetim diku nga sahabët, që dikush ndonjëherë e ka pa pejgamberin alayhi salatu wassalam duke u falur pa kapuç, pa atë imamën e tij që e ka pas, tash mos thim llojnat e ksulave të kapuçeve, përveç se kur ka qenë në ihram, në haxh. Kur e ka pas ihramin.
Raste tjera nuk ka. Pra, tukrahu wa huwa makshufu ar-ra's. Kale Abdul Halim al-Laknawi, njeni prej djetarëve të mëdhenj të fikut Hanefi, thot, tukrahu salat bidun al-imamati fi biladi allati adatun sukanuha annahum la yadhhabuna ila al-kubara bidun al-imama. بل هو ولا يخرجون من بيوتهم إلا ومتعممين. Shkurt, ki Imam Laknawiu thot, urrehet falja e namazit sidomos në atë popull që bartja e kësullës që nuk dalin prej shtëpisë kapuç dhe kur shkojnë dikun nuk shkojnë pa kapuç, falja e namazit pa kapuç është mekruh. Kthehemi në altë. Te ke sulen, nëse kjo bëhet nga përtatësia, liter kiluakar, për shkak të lënjes dhe atijës, nuk do me e prej shave, po me në mërzita marrë kapuqin që atëni po falem që kështë, jo, është mekruh. Pra, me theks të veçantë, nëse kapuqin e ke nga veti, por, gjithë një po e them, nuk guxon kapuqit jetë shkak për mos faljen e namazit. Sepse ne jemi të folë për një temë çka është mekruh, ne jemi të folë për kompletimin e namazit. Imam Tahtawija, që e ka bën Sharh Maraki al-Fallahi, një prej autorëve që e ka bën më detajuar Maraki al-Fallahin, Imam Tahtawi, thot, nëse kapuqin, është shumë fjallë rrezikshme, unë nuk, nëse kapuqin e braktis në formë të nënçmimit faqad kafar, ose yukhafu al-kufr, në formë të nënçmimit, për buzjes, është frikë në kufër. Këtë thot Imam Tahtawi në shpjegimin e Maraki al-Fallahit. Por ne e lam këtë pizorit, ka argumentet e tijaj, se istighfafen, ki kur thot në formë të nënçmimit, ki jep me kuptu se bartja mbulimi i kokës është sunnet i pejgamberit, dhe nënçmimi i sunnetit të pejgamberit në çfarë do forme rrezikon të biesh në kufër. Këtu bazohet. Ki bazohet pak më gjanë se sa ne që po e kuptojmë këtë, dhe ka edhe 10 argumente tjera, po unë vetëm e përmenda si mendim të ati, se për të demontu vetën time dhe juve, se kur po themi se, jo marrë se këto, kur në thoshin neve o gjallar të vjetër, se s'bon po kapuq në dheshme, qka morin vesh këta marrë. Ta është po në del se ato po s'kën pas të drejt, dhe ne zbulum rrotën e rumbullakët se hekëm kapuqin, dhe sot i kemi xhamatin 80% në përgjamia pa kapuqa, që të gjithë kanë mundësi të bartin kapuqës paku në xhami për t'i hik këti me kruhi. Mirë po, duke në ndëgju neve se s'ka gajle kjo dhe s'ka ajo, kemi arë këtu ku jemi dhe këtë përgjësie kemi ne para Allahu Gjallëshanu. La li të dhelluli vë të darru, kale fit të zhnis vë justahabbu lehu dhalik. Këtu të shke, jo ato që hekin kësulen në formë të përulljes, keni panë kur shkon për shembull të një figure madhe, me kërku diçka të kryetarit të mbreti, edhe kjo ka qenë traditë arabe, po është edhe në vendet tjera. Kur shkon para mbretit, para kryetarit, e hek sulën dhe do të komunikojsh me te. Për çka e ban? Ti e nënshtron veten në një mënyrë që të arrish qëllimin ose të kërkosh diçka që është e dobishme, jo që është e dëmshme. Nëse pra ksula heket për këtë arsye, për formë të respektit ndaj tjetrit, kjo thot nuk është mekruh, o yustahabbu dhalika fi tajnis, në veprën e tajnis, që është shpjegimi i Imam Kuduriut,
thot se yustahabbu lahu dhalika, kjo madje është edhe e preferuar. Të ne themi filonit ja heki kapuçin. Do thot pse ja e kapuçin filonit? Shej respekti. Kjo thot imam ke sahibët të gjnis, që e shpjegon imam Kuduriu, është yustahab, preferohet. Por falja namazit është. وقال الجلال السيوطي إمام جلال الدين السيوطي thot اختلفوا في الخشوع فعل خشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون وهو بعبارة عن المجموع. إمام جلال الدين السيوطي thot فعل خشوع Isa khushu, që i përkëthem shqip. Mirë, mbajën men këtë. Mbajën men se tani shka në del. Gjelaluddin Sujuti thot, fjale khushu, a është vepër zemrore, si kur friga, au min a'malil gjevari, ose është prej veprimeve fizike trupore, kësë sukun, si që është heshtja. Kale Razi, imam Fakhruddin Razi thot, e thalithu, ose, falë se rova, min amal gjëvari kësë sukun, e hua ibaretun anil me gjmu, apo janë që të dyja ati. Pra, Sujuti thot, djetarët kanë polemika me zvetif, nocioni khushu, a është veprim zemror, a është veprim fizik trupor, apo i përmbledh që të dyja? Ki thot se ka ikhtilaf, ka kundërthënie mes dietarëve. Fakhruddin Razi thot e thalithu eula, ki mendimi i tretë është më me prioritet. Këtë thot Razi. Aliu radiallahu anhu ka thonë, el khushu fil qalb. Khushu i është në zemër. Ve an gjemaati min as-salaf, një grupi selefëve thonë, el khushu'u fi salati es sukunu fiha. Khushu'i në namaz është qetësimi mrenda në namaz. Wa qala al-Baghawi, imam Baghawi radiallahu anhu thot, el khushu'u qaribun min el khudu. Khushu'i është afër khudu'it, për atë thash, a është frikë respekt, khudu'i çka është në nështrim? Nuk e di shqip sa i afrohen fjallës khushu edhe khudu. Illa, thot Baghawiu, anë lë khudua fil beden, vë khushu fil beden, wal basar, wal saut. Khudui është vetëm në trup, pra qetësimi i trupit. Khushui është qetësim trupor, i shoqëruar pra dhe qetësimi i sive dhe qetësimi i veshit, koncentrim me si dhe me vesh. Ki e bën nga dallimin çka është mes khushu edhe khudu. Tani, unë e kam qartë pse e ka pru këtu, se ki e ka pru të këtë çështjet që koncentrimi çka e dekoncentron njerin prej veprave të namazit, edhe pse këto janë terme, nuk janë krejtësisht terme të fikut, po janë terme më shumë të filozofisë islame që merren dietarët e kalibrit Razit të Baghawijës se ku e di unë. Wa tukrahu bi hadrati ta'amin yamilu tab'uhu ilayhi. Nëse vjen prezent është ushqimi dhe ti je i uritur, pra ke oreks për atë, është mekruh që të fillosh faljen e namazit. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am, wala huwa yudafiu al-akhbathan. Nuk ka namaz, thot pejgamberi alayhis salam, me prezantimin e ushqimit dhe në momentin kur tham parzit, kur ka presion të mbrenshëm për nevojën e vogël ose nevojën fiziologjike të vogël ose të madhe. Rawahu Muslim. Në Ebu Davud, ve fi Ebi Davud, thot, la tuakhiru salatu li ta'amin wala li ghayrihi. Nuk prolongohet namazi për ushqimin e as për diçka tjetër. Dy hadithe i kemi.
Thot Imam Shrumbulali, wa hadha al-hadith, pra hadithi la tuakhiru as-salatu li ta'amin wala li ghayrihi. Hadithi I parë thot, nuk ka namaz, pra mos fillon namazin, që transmeton Imam Muslimi, mos e fillon namazin nëse është ushqimi prezent, wa yamilu bihi. Dhe ti ke orek, sepse ti mund të kesh ushqim përpara, po ti je I ngopur, ti hiç nuk lën për shtypje ushqimi, hiç, atëherë falë namazin. Po nëse ti për shembull ke agjëru, ose s'ke hongër për ndonjë arsye, je I uritur, dhe ka kohë namazit, gjithmonë lidhet me kohën e namazit. Atëherë fillo me ushqimin, e jo me namazin. Pse? Sepse mendja, për qasaj khushuit edhe khudhuit, dekoncentrohet prej ibadetit dhe ngel mendja gjithmonë te ushqimi. Hadithin që transmeton la tuakhiru salat, nuk mund të shtihet namazi, as për ushqim, as për diçka tjetër, mahmulun ala ta'khiriha an waqtiha. Interpretohet nuk mund të vanohet namazi jashtë të nxjerrjes jashtë kohës së saj. Këtu bëhet muwafaka, harmonizimi mes dy argumenteve, por atë ne themi se me një hadith nuk shpjegohet meselja. Dy hadithe në lexim janë kontradiktor, por në shpjegim përputhen. Pra, la mahmulun ala ta'khiriha, vonimi I namazit, se haja është muannath, është gjinies femrore, dhamiri ha është gjinies femrore, pra namazi. Mahmulun ala ta'khiriha, për vonimin e namazit, an waqtiha, me nxjerr prej vaktit krejt. Pra, nëse ka ardhur ushqimi dhe ke kohë për të fal, ti ha ushqim, edhe ata I qetë, rahatshëm, jo me nxitim, ha ushqim normal, dhe arrin me e fal namazin në kohën e vet, ha ushqim. Sipas hadithit tjetër, nëse ka ardhur ushqimi, po ti nëse han ushqim, kalon kohën e namazit të drekës, ose akşamit, ose të yatsis, atëherë nuk guxon me e vanu namazin jashtë kohës, fillon me namazin. Li sarihi kaulihi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha wudi'a isha'u ahadikum wa uqimat as-salat fabda'u bil isha. Nëse thot ka prezantu ushqimi juaj, darka juaj, dhe koha e namazit të yatsis, fabda'u bil isha. Filloni me darkën, me ushqimin. Wala taj'al hatta wala ta'jal hatta yafrigha minhu, dhe mos shpejton ngrënjen, sepse dëmton tash organizmin. Mos shpejton ngrëmje, se han ngadal, si e ka principin e ushqimit përditshëm, derisa ta kompletojsh atë. Pra, Rawahu Sheikhani, transmeton hadithin Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Innema amara bitaqdimihi lialla yadhhab al-khushu' bi ishtighali fikri. Pse tash e be motivin? Pse duhet të jepet përparësi ushqimit? Lialla yadhhab al-khushu', të mos largohet koncentrimi, khushu'i që ka e shpjeguar parzit. Të mos zhveshet namazliu prej khushu'it, po të jetë I koncentruar krejtësisht në atë që e vepron. وتكره بحضرة كل ما يشغل البال كزينة وبحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب. Është mekruh të falet në prezencën e çdo sendi që yeshghulul bal, që e angazhon ose e angazhon logjikën e njerit me punë tjera jashtë namazit. Kezinetin, sikur zbukurimi I xhamive. Për atë arsye, zbukurimi I xhamive nuk është prej veprave të mira të islamit. Nuk është prej veprave të mira të islamit, zbukurimi I xhamive.
nuk është prej sunetit pejgamberit alayhis salam. Madje ka ulema që thonë është prej mekruhe pikrisht për këtë arsye. Sepse ti kur shef vizatime, kur shef sende, angazhosh. Në këto vende ku ka sende të zbukuruara, bizinetin, që ka zbukurime, ti koncentrosh, angazhosh me ato dhe hub koncentrimin prej namazit. Wa ma yukhillu bil khushu ka lahwin wa la'ibin, ose për çdo sendi që e damton khushuin, që e damton koncentrimin, janë lojnat me sende, ose televizioni, ashtu të bo lajme atje, edhe ti ke morë më falë, dekoncentron ajo, ose jetë të këshirë futbal, ose tjerët janë të bo muhabet atje dhe ti ato bojnë muhabet, ti falësh këndeje, ke veshin të ato dhe je krejtësishti dekoncentru prej namazit. Prej çdo sendeve, thot pra, min kulli shejin, prej çdo sendit që dekoncentron prej namazit, është me kru të falesh në atë vend ose në atë. Walidha neha nebi sallallahu aleyhi wasallam, për këtë arsye, thot, ka ndalu pejgamberi alayhis salam anil itjani lis salati sa'yan bil harwalati. El harwala është vrapim i vogël. Ne i thojmë në Shqip, i thojmë kur nget link, kështu ka pak, jo të hec, as tu vrapu, po nget me një vrapim të lehtë. Që kësa i thojnë në arabisht, Nxitim nuk e di sa është adekuat, po e marim. El hervele është agje ku shakon hash mes atin e dy stubave, pastaj në saj, të e bësaj. E saj, thot pejgamberi, ka ndaluar shpejtimin duke vrapuar lehtë për në xhami. Ka thirr ezani, ti e nis për në xhami, ezani ka thirr, ose është të thirr rrugës, edhe ti fillon me vrapuar një farë vrapimi të lehtë. Kjo është e ndaluar islamikisht. Pse është e ndaluar? Po unë kam qëllimin shkoj të amri imame. Është e ndaluar sepse kjo të lodh dhe ta humb koncentrimin pastaj na. Por në namaz duhesh me shkuar si? Duhet me shku i qetë. Duhet me shku krejtësisht trupi, organizmi me qenën i qetë. Walem yekun dhalike muradan bil amri bis-sa'i lil juma. Thot Allahu kur thot për namazin e xumas, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au. Shpejtoni, pra nxitoni, nuk sinohet vrapimi. Sinohet nxitimi në ndërprerjen e gjitha punëve që i ke. Në tregti, kudo që je të punu, ato duhet të ndërpresh. Bel adh-dhahabu bis-sakinati wal-waqar. Pra me këtë ajet sinohet shkuarja në xhami me qetësi, me rehati, edhe i qetë, sepse nëse ke vrapur rrugës, edhe kur të morish më lidh namazet, nuk din mos, ke humb koncentrimin, kjo nuk. Prandaj e përmend këtu këtë hadith, ku thot se çdo send që dekoncentron prej namazit, po edhe nëse është shpejtimi për namaz, vrapimi për namaz, është veprim i urryer. وكذا يكره عد الآية جمع الآية وهي الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بما urrehet الآية është shumë si fjalës الآية, ajeti i Kuranit. Është mekruh që të numërohen ajetet. Ajetet që ti lexon në Kur'an. Lexon Kur'an edhe i numëron, me çka i numëron? Me gishta. Wa addu tasbih bil yad, numërimi i tasbiheve me dorë. Tu është ku fjala? Është fjala të salatu tasbih. Nuk është të tasbihet nuk është të tasbihet. Por dietarët thash për shpjegimur po e them këtë. E ka këtu. Vetëm pak. Wa addu tasbih bil yad, numërimi i ajeteve me dorë. 1, 2 ose 1, 2 mbledh gishtat. Wa qayyadu al-karaha addu al-aya wa at-tasbih inda bi Hanife khilafan. Ne tash këtu ka një dallim se çka është numërimi
I shkallu kuptohet numërimi i ajeteve me dorë, me gishta. Thot, lehuma an yakuna bi qabdil asabi. Duke i mbledh që kështu gishtet 1, 2, 3, 4. Kurse lejohet, thot, wala yukrahu al-ghamzu bil anamili fi mawdi'iha wala al-ihsa'u bil qalbi ittifaqan. 1, 2, 3, 4. Kjo është mekruh. Thot, lejohet nuk është mekruh duke e shtrengu, për shembull, të spinë e parë duke e shtrengu gishtin, pak e shtrengon gishtin njonin, dytin e shtrengon ketë, se nuk ka veprime këto. Këtu nuk ka veprime. Pra, e shtrengon gishtin fi mawdi'iha, në vendin e tij ku është gishti duke qëndruar, aty kjo nuk është mekruh, por ose me ngritje, ose me mbledhje të gishtit duke i numëruar ato, është mekruh. Ke adedit tasbihati fi salatit tasbih. Pra sikur se tasbihet, për shembull, tasbih duhesh me i thon 15 herë subhana. Subhanallah. 15 herë ti ke frikë, nëse i bën këtë formë. Thonë apo fillon. Kjo është veprim. Kjo është veprim. Thot, nëse ti e thu 3 herë subhanallah, 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 edhe ke trus 3 herë gishtin këtë formë. Ke trus pak se kjo nuk është lëvizje. Pastaj gishtin tjetër 3 herë dhe i ke 5 gisht, ato bojnë 15, ose ku e ke ti qëllimin, thot fa la yukrah dhalika. Kjo nuk është mekruh. Wa hiya ma'lumat wa bil lisani mufsidan ittifaqan. Me numëru me gjuhë prishet namazi sipas konsensusit, si thon? Subhanallah 1, subhanallah 2, subhanallah 3. Kjo bittifaq. Wa yukrahu kharij as-salat fi as-sahih, wa la yukrahu kharij as-salat fi as-sahih, dhe nuk është tasbihet me thon subhanallah, subhanallah, jashtë namazit me i numëruar, sipas mendimit më të saktë. Kjo nuk kupton kur thot fi as-sahih, jep me kuptu se ka edhe mendim që është mekruh, por mendimi mu'tamad alej është ky. Wa yukrah qiyamul imami ala mekanin bi qadri dhira'in ala al-mu'tamad. Imami të jetë i ngritun nga xhamati, pozicioni, xhamia ku është. Nëse është 1 dhira, paraforsisht 20, 22, ka mendime 25 më shumë më pak centimetra, po dhira është që kjo prej mëjes gishtit deri te bryli. Imami tjetë i ngritun pozicion me një vend sa 1 dhira prej xhamatit. Është mekruh. E njëjta vlen edhe nëse është ma ullët. Xhamati janë ma nalt, imami është ma poshtë. Wa yukrahu al-qiyamu khalfa as-saffi fihi farjatun. Është mekruh të falesh pas një safi në të cilin ka zbrastir, vend shprast. Është safi, ka një vend lirë këtu. Ti falesh safin tjetër, ki namaz është mekruh. Çka duhet me ba? Duhet me e plotësu. Ki prej safit 2 parin, i tretit 2, e kështu inshallah janë edhe 100 safe të tjera. Lil emri bi seddi farajati shejtan li kaulihi men sedde fargjata min as-safi kutiba lahu 10. Për shkak se pejgamberi pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar me i mbyll zbrastësirat në saf. Kuptohet gjithmonë zbrastira e cila e zën një xhamat. Se nëse është një zbrastirë e vogël që nuk e zën një xhamat, atëherë ti shkakton çrregullim. Li kaulihi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sadda farjatan min as-safi kutiba lahu 10 hasanat. Kush e mbush një zbrastir në saf, i regjistrohen 10 mirësi, 10 punë, 10 sevape. Wa muhiya anhu 10, i regjistrohen 10 sevape, i shlihen 10 mëkate.
Wa rufi'a lahu 10 darajat, dhe ngritet për 10 derexhe te Allahu xhalla shanu. Pra tre shpërblime. I katëri shpërblimi është se nuk merr me kruh. Pra e plotson një sunet, e mbush safin, fiton 10 shpërblime, shlyhen 10 mëkate dhe ngritesh për 10 shkallë pozicioni jote Allahu xhalla shanu. Wa lubsu thawbin fihi tasawir dhi ruh li'annahu yushabbihu hamil as-sanam. Veshja robet që kanë figura të shpesve ose të kafshë ose figura të gjallësave. Dhi ruh që kanë shpirt. Sepse kjo thot i përngjet atyre që bartin idhuj. Pra idhujtarisë me një fjalë. Wa yukra thot an yakuna fawqa ra'sihi aw khalfahu aw bayna yadayhi aw bihidha'ihi sura. Është mekruh që namazliu të ketë fotografi mbi te, fawqa ra'sihi aw khalfahu pas ti, bayna yadayhi para ti, bihidha'ihi suwar, pra që të ketë fotografia në të gjitha anët. Pa. Hajvanun li'annahu yushabbihu ibadatuha wa ashaddu karahatan amamahu. Krejt këto janë mekruh, po mekruhi më i rëndë është kur e ka për para. Thumma fawqahu, pastaj mbi, thumma yaminu, thumma yasaru, thumma khalfu. E rëndit kategoritë e mekruhit. Illa an takuna saghiratan. Me përjashtim nëse ajo fotografi është e vogël. Sikur fotografitë që janë në përpare. Pare, ka fotografia të mbretërve, ku e dion të njerëzve. Këto janë fotografia të vogra. Ku është ai dallimi kur e shef? Sepse te fotografiat e vogla duhet kërkohet koncentrim për të dalluar se është fotografi. Duhet koncentrohesh. Atë fotografitë e mëdha nuk ka nevojë për kelleti ala dinar, si që janë ato mbi dinar, li annaha la tu'addu 'adatun, la tu'badu 'adatun, sepse këto nuk adhurohen. Zakonisht fotografiat e vogla nuk janë për adhurim. ولو صلى معه دراهم عليه تماثيل ملك لا بأس به. Nëse falesh edhe në xhep kije pare, cilët kanë idhuj, puta, idole, fotografitë mbretërve, ku e dione, la ba'sa bihi li'anna hadha yasgharu 'an al-basar, sepse kjo është e vogël për syrin. Pra, me këto fotografitë që i kemi në përpara, në përparët e ndryshme gjithë botës me i kanë motë ashtu, la bes, nuk ka gjatë keqe nëse falesh me ato, a ne kemi thonë se kur themi la bes është më mirë të mos veprohet, dhe unë e di që ka pas xhallar të ne kur me parën në xhep ai nuk ka vënë sejdë krijet. Wa an takuna kabiratun maqtu'atur ra's li'annaha la tu'badu bila ras, ose fotografia të jetë e madhe por kokën e ka të kutën. Nuk është mekruh të falet namazi, sepse fotografia nuk, ose puti, idoli, nuk adhurohet nëse nuk e ka kokën. Au takuna li ghayri dhi ruh ka shajar li'annaha la tu'bad, është një fotografi, peizazh, është një dru, që zakonisht në princip ajo nuk adhurohet, nuk kanë shpirt. ويكره أن يكون بين يديه أي المصلي تنور أو كانون فيه جمر لأنه يشبه المجوس في حال عبادتهم لا. Po ashtu është mekruh që të falesh në momentin kur të falesh para vetit kishte ndonjë, pi themi oxhak, diçka me ose kësaj çka i thëshin me qymet jo, po kësi mangall me prush. Po është mekruh që të ketë zjarm, pra nuk është bëhet fjalë për kaftora, për shpëreda, bëhet fjalë për ato që janë në tokë, që janë me zjarm, që janë qenë oxhaqet përpara, ose mbushet ai mangalli me prush dhe e qet para vetit, sepse thot kjo
Yushabbi i përngjet, edhe pse nuk e besojmë në zjarrin. Ju bërset, ju përngjet me gjusëve atine zjarë butistëve që adhurojnë zjarrin. ولها لا شمع وكنديل والسراج في الصحيح لأنه لا nuk ka mëkat nëse është një qiri, është një lampë, është një fener, diçka që bën dritë, këto nuk hinë thot me atë. أو يكون بين يديه قوم نيام يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤذي أو يقابل وجها. Është me kruh të falesh në një vend ku një ka njeri ose njerëz duke fletur. Dhe ti kthehesh drejt tyre. Këtu janë të flet njerëzit dhe ti drejtohesh drejt atyre. Me tekst të veçantë, sepse ato mund të bëjnë lëvizje se janë gjumë. Ato rufi al-kalem prej atyre, nuk kanë përgjegjësi. Thot, e me tekst të veçantë, nëse janë të kthyer fytyrë për fytyrë, me teje, nëse ai fytyrën e ka të kthime ka tillë dhe ti kur kthehesh më fal, bëni vajhan li veç. Për këtë arsye ne kemi thënë, imami kur të kthehet në mihrab ka xhamati, nëse ka një xhamat që është mos imamit tu fal, është me krut ti kthehet drejt për fytyrë, po ngel që ai ti bjen në krah, pra imami nuk kthehet deri në fund, po ngel vetëm një pjesë. Lianna mirë po thot, va illa fala kerahete, nëse nuk është fytyrë për fytyre, fala kerahete, nuk është me kru. Për shembull, je diku në fush, në hapësirë, dhe nuk e si sutre. E merë fëmijën, i thu fëmijës, ullu që këto, kthe më shpinën mu, ullu që këto rri, edhe ti lidhesh e më ndonë vend sutrës, kjo la ju kra, ose në shtëpi. Sepse thot Aisha radiallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli salat al-layl kullaha wa ana mu'taridatun baynahu wa bayna al-qibla. Pejgamberi thot u falte tërë natën, namaz natë, dhe unë qëndroja mes atij dhe kiblës. E kemi qartë? Pejgamberi alayhis salam është falë dhe mes atij dhe kiblës ka qenë Aisha radiallahu anha. Fa idha erade an jutira ayqadhani, kur donte pejgamberi alayhis salam që ta fal namazin e vitit, ka fal namaz natë dhe në fund e ka fal namazin e vitit, ayqadhani më zgjonte prej gjumit. Wa utira, pse më çonte prej gjumit atëherë? Që edhe unë ta falin namazin e vitrit. Fa utira, pra Aisha e ka falën në namazin e vitrit. Dhe kjo çka jep me kuptu? Se la yukrah. Wa yukrahu mashu al-jabhati min at-turabi la yadurru khilal as-salat, nëse falet diku jashtë ose në një vend dhe ngjitet pluhun ose dhe ose diçka në ball. Është me kruh të fshihet pluri ose dheu në namaz, duke qenë në namaz, nëse la yadurru, nëse nuk e dëmton, se nëse është një guri i vogël që i shkakton dhimbje ose diçka, ose frikët se mos t'ja çet gjakën, është çështje tjetër. Bëhet fjalë nëse nuk e dëmton. Liannahu naw'ul abath, sepse dhe kjo është një formë lutje. Wa idha darrahu la bas bihi fi salat, nëse i bën dëm, e dëmton, fa la bas. Wa ba'd al-faraq, edhe mund të fshin edhe pas përfundimit të namazit, wa kadhak mashu al-araq, ngjajshëm është edhe fshirja e djersëve. Kipo? A djersit të fal namaz, e shtit dorën në xhep, e mirë ashtu falaj, e fshihet. Qa me ndoni se ndodh me namazin e këtij? Prishet namazi i këtij. Prandaj thot pejgamberi, po falmi si mos rregullave. Thot pejgamberi edhe djersën, nëse nuk dëmton, se për shembull ka njëri që ka ndjeshmëri në sy. Nëse i bjen djersën në sy, pastaj i shkaktojnë problem të syt. Shkaktimi i problemit të syt e dekoncentron atë. Nëse e dëmton djersa,
E fshin, por nëse nuk e dëmton lene, se nuk është e ndyta ja, nuk është që çka. Wa yukrahu ta'yinu suratun ghayri fatihatin li'anna muta'ayyina wujuban. Përcaktimi i surës që këtë surë e këndoj unë në sabat, gjithmonë që këtë surë e këndoj 100 ditë, që këtë surë e këndoj, përcaktimi i surës, përveç surës el Fatiha, sepse surja Fatiha është muta'ayyina wujuban, është e përcaktuar nga aspekti i vajxhibit. Ajo nuk mund të zëvendësohet. Përcaktimi ta'yinu surë, përcaktimi i kësaj sure është mekruh, pra yukrah. Duke mendu, hadha bihaythu la yaqra'u ghayraha, pra nuk lexon sure tjera. Ki di, po s'lexon se çka e ka caktuar vetvetes. Idh laysa alayhi tabarrukan bi qira'ati an-nabi fala yukrah. Nëse e ka përcaktuar për shembull se namazin e sabajt e ka këndu pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithmonë hal ata suratul insan, hal ata ala al-insan, jo. Edhe e ka kënduar këtë sure, edhe une e këndoj gjithmonë, edhe pse kjo nuk është sunnet, është sunnet që të lexohet, por jo gjithmonë, duhet të ndryshohet ndonjëherë, sepse nuk është sunneti që pejgamberi gjithmonë e ka bërë vetëm këtë, ka lexuar edhe sure tjera. Por ti nëse e lexon këtë sure, vetëm se është sunnet e rregullisht, atëherë la yukra, nuk është mekruh. Tash ki nuk e di une, i bjen disa çka ka lexu pejgamberi alayhis salam që i ka mas shumti. Thot, ma gjae fi subh, namazin e sabajt, ka lexu surën Yasin. Thumma kana yaqra'u fi subh bil waqi'a wa nahwiha min as-suwar. Qara fi subh suratul Rum, pra e ka lexu suratul Waqi'a, e ka lexu surën Yasin, e ka lexu suratul Rum. E ka lexuar kul a'udhu bi rabbil falak, e ka lexuar kul a'udhu bi rabbin nas, kur e ka lexuar atëherë e kemi përmend më herët kur i ka thonë sahabët ja Rasulullah, a ndodhi diçka në namaz që ka thonë nuk e ndëgjuat atë fëmijën të kajt? Po, thot deshta ta liroj nënën e fëmijës që ta merr fëmijën, ta liroj prej namazit ta merr fëmijën. Pra, ka lexuar ndryshme. Ka lexuar namazin e sabajt idha zulzilatil ardh. Ka lexuar surën Mu'minun, ka lexuar Kaf wal Kur'anil Majid. Këto janë keq ka i ka lexuar me shumicë në namazin e sabajt. Unë veç po i kaloj kështu se nuk do të thonë. Namazin e drekës, me fi salati dhuhri wal asri, ka lexuar wa idha al-layli idha yaksha, wa fil asri po ashtu e ka këndu të njëjtën. Në qëndije ka kënu was-sama'i dhatil buruj, was-sama'i wat-tariq, suratu al-buruj, sura al-tariq. Kana yusalli bina dhuhra fa nasma minhu ayat, po tregojnë transmetimet. Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiya. Pastaj ka lexuar shamsi wa duhaha wal layli idha yaghsha. Këtë tash lexon surën se wa yaqra'u fil maghrib, namazin e akşamit ka lexuar alladhina kafaru wa saddu an, ka lexuar ajete. Pastaj ka lexuar sabbih isma rabbikal a'la, ka lexuar kul ya ayyuhal kafirun, ka lexuar surën wat-tini waz-zaytun, ka lexuar namazin e yasies al-qari'a, ka lexuar kul ya ayyuhal kafirun në namazin e vitrit bashkë me kul huwallahu. Ka lexuar wat-tini waz-zaytun, transmetime që ka vinë se ki i ka përmend. Was-sama'i dhatil buruj, was-sama'i wat-tariq. E di çka është krejt qëllimi i kësaj? Se pejgamberi alayhis salam thot, nëse e gjaj ka një transmetim, që wa an Ibn Umar, për me përmbyll këtë, me kuptu këtë, Ibn Umar i thot, qala ma min al-mufassali suratun saghira wala kabira illa sami'tu an-nabiyya ya'ummu biha an-nas fi salati al-maktuba. 7 surët e para të Kuranit i largojmë. Këto qerët surët të poshtë quhen surët mufassale. Pastaj ka mufassale gjata, ka të mesme, ka të shkurta. Ibn Omer i thot, çka ka prej sureve mufassale, pra prej sureve të shkurta, përveç që këtine 7 sureve,
janë konë gjata apo të shkurta, illa sami'tun nebi, e kam dëgju pejgamberin tu i lezu si imam para njerëzve, në namazet farze. Do thot, nuk e ka vepru pejgamberi çka po du, se këtë këto argumente ki i bjen me i kallëzu dikuj, se nuk jenë rregull nëse ti e këndon për shembull vetëm këtë sure se e ka lexu pejgamberi, kjo është ne dhe une nuk e ndroj. Sepse është vërtet që e ka lexu pejgamberi, por ka lexu edhe suret të tjera. Prandaj ta'yinu sure, përcaktimi i surës gajru el-Fatiha, përveç surës el-Fatiha, sepse ajo ka qëtër trajtim, po është yukrah, është e pa pëlqyer. Wa yukrahu tarku ittihadhi sutratin fi mahallin yadhunnu al-mururu fiha bayna yaday musalli, është mekruh që të falësh pa sutra në vendin ku falësh ti dhe dyshon, dyshon se mundet me kalu dikush këto mes tije dhe vendit ku ban sejdë. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, thot, idha salla ahadukum falyusalli ala sutratin, wala yada ahadan yamurru bayna yadayhi. Kur të falet dikush, le të falet para një sutreje, wala yada ahadan, mos ta lën dikant të kaloj mes para duarve të tij. Para duarve të tij do thot që kjo është sutra, që këtu unë jam të fal 1 metër e 20 centim prej sutrës, se është parafërsisht 3 dhira. Se nuk i qëndron sutrës afër, i qëndron 3 dhira. 3 dhira bojnë parafërsisht 1 metër e 20 centimetra. Dhe mes sutrës edhe mua nuk duhet me lënë dika me kaluan. Idha kana, nëse është duke u falur, se va unë kane fi sahra e u gajriha, ihtirazin an vuku il marri fil ithmi, për të mbrojt kalimtarët që mos të binë në mëkat. Sepse ka një hadith pejgamberi alayhis salam, ku thot nuk e di çfarë është drejgje e hadithit, nuk e kam këtu për momentin, për me kuptim po e them, sikur kalimtari ta din se çfarë mëkati apo çfarë sevapi e pret atë që të mos kalon mes sutrës edhe namazit, do të qëndronte vakifin që ashtu në kam 40 vjetë ati dhe nuk do të kalonte. Për të mbrojt atë, sepse nuk e ke obligim vetëm ti me mbrojt vetën prej mëkateve, po e ke obligim me mbrojt edhe tjetrin, duhet me në sutrën me i kallëzu ati se unë jam duke u fal, e nëse a i kalon, atëherë barra bie mbi personin e nuk bie mbi namazliun që është duke u fal. Dhe me këtë mekruh, autori Imam Shërumbulali e përfindon tematikën e mekruheve të namazit dhe fillon me faslin ose me temën def'ul marr bejne jedej musalli ose ittihad e sutreja dhe dispozitat e saja, e këtë do të vazhdojmë në legjeratën tjetër, e deri në legjeratën tjetër, inshallah, Allahu Gjalla Shanuhu në jep shëndetet mira e bereqet, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu yaghfir lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.